Oborri i shkollës nëntëvjeçare Azem Hajdari në qytetin e Shkodrës i është nënshtruar rikonstruksionit të plot me një investim të Bashkisë së Shkodrës në kuadër të sistemit të oborrave të shkollave që kishin problematik të mbartur prej vitesh nga sistemi munguar i kanalizimeve. Ndërmarrja e objekteve arsimore ka nisur punën në këtë objekt. Për drejtoreshin e shkollës, kjo ndërhyrje ka qenë një kërkesë e kahershme jo vetëm e stafit mësimor, por edhe komunitetit të prindërve. Këto punime do të ndikojnë shumë, pasi një pjesë të konsiderueshme të ditës nxënësit tonë kalojnë në obor, dhe në periudha pas shiut, sigurisht qëndrimi në obor gjatë pushimit të madh apo gjatë orës edukimit fizik ka qenë i pamundur. Kërkesat tona kanë qenë të vazhdueshme si nga drejtoria dhe stafi i shkollës, po ashtu edhe nga komuniteti dhe nga bordi i prindërve. Kërkesat janë drejtuar si bashkisë ashtu edhe Këshillit Bashkiak nëpër mbledhjet e vazhdueshme që ato kanë realizuar me popullin. Dhe më në fund kërkesat tona po bëhen realitet dhe po bëhet sistemimi i oborrit të shkollës. Janë disa oborre shkollash të cilat janë përfshirë në rikonstruksion me qëllim përmirësimin e infrastrukturës për nxënësit dhe mësuesit që frekuentojnë këto godinë arsimore. Këto ndërhyrje janë pjesë e një pakete të plot të investimeve që vijnë nga Bashkia e Shkodrës, të parashikuara edhe në buxhetin e bashkisë për të shërbyer nxënësve të shkollave të qytetit të Shkodrës.